Arri në vend se në Prizren studion Prishtinë, do të përfitoj më shumë. Nëse dikush nga Kashaniku në vend se në Ferizaj shkon e studion në Mitrovic, do të përfitoj më shumë. Pasi që rritëm mbështetjen për studentët në universitetet publike dhe për studentët vajza e granë STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri, matematik, mbështetjen me bursa do ta zgjerojmë edhe për studentët që vijojnë studimet në shkollimin universitar jo publik, pra në për kolegje private. Për këtë do ta dyfishojmë buxhetin e ndarë për bursa nga ai që kemi aktualisht. Do të vazhdojmë me prioritet të lartë mbështetjen për edukimin e hershëm. Vendi ynë i ka 108.000 fëmijë prej moshës 1 deri në 5 vjeç. Krahas rritjes përfshirjes tyre në qerdhe publike, do të fillojmë edhe me sistemin e bonove. Për ata prindër që vendosin t'i dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe jo publike. Synimi është që në ciklin parafillor të jenë të përfshirë të gjithë fëmijët të moshës 5 e 6 vjeç. Aktualisht në vendin tonë janë rreth 20.000 fëmijë të tillë që të gjithë ata do të jenë në qerdhe publike ose jo publike. Për diplomuarit në fushën e pedagogjisë, hyrja në profesion do të bëhet pas licencimit në nivel shtetëror të çdo diplomuari në rast aplikimi për mësimdhënës në nivelin parauniversitar. Ndërkaq licencimi i avancuar i mësimdhënësve në nivelin sipror do të shoqërohet me rritjen e pagesës për ta. Do të vijojmë dhe thellojmë procesin e rishikimit dhe rivlerësimit të gjitha teksteve shkollore, sepse disa prej tyre kanë cilësi të dobët në pjesë të saktuara, e disa kanë edhe defekte faktike apo logjike. Nga gjuha e matematika që i rishikuam tani më, do të vijohet me gjitha tekstet e tjera për gjithë arsimimin parauniversitar. Si dhe për disa lëndë, do të fillojmë me përkthimin dhe digitalizimin e materialeve shkollore. Mësimi plotësues po përgatitet si program i veçantë dhe i shtrirë në gjitha shkollat e vendit. Me të nis vala e re për transformimin cilësor të mësimdhënies në shkollat tona. Do të hapen 5 gjimnaze të specializuara në gjithë Kosovën. Ato do të jenë të dedikuara për fushat që fuqizojnë cilësinë e shkollimit mesëm dhe të ardhmen profesionale, sepse të dashur qytetarë, në për universitetet tona kemi nevojë të na vinë student më të mirë, student më të përgatitur se sa që aktualisht shkojnë. Në fokus të mandatit të ardhshëm do të jenë shkollat e mesme dhe gjimnazën, në mënyrë që universitetet të mos jenë si shkollat e mesme duhet t'i bëjmë gati për universitete evropiane në vendin tonë. E programi i ri për ngritjen e madhe të cilësisë në arsimin e mesëm u jep mundësi profesionistëve me doktoratura apo edhe vetëm magjistratura dhe me kualifikim superior në përgjithësi që t'japin mësim në shkollat e mesme anë e kënd. Ata që kanë magjistruar ose doktoruar nuk është e thënë të bëjnë veç se karrierë profesionale akademike, por të bëhen edhe mësimdhënës cilësor në shkollat e mesme e gjimnazet e tona. Për çdo profesionist të tillë që konkuron e që pranohet si mësimdhënës në shkollat e komunave më të largëta do të ketë bonus të veçantë. Pra, një doktor shkence, një magjistër nga Prishtina, Gjakova, Peja, Ferizaj, Gjilani, Mitrovica, që shkon në fshatra më të largëta të Rrugovës, të Shalës, të Sharrit, Karadokut, Drenicës, kudo që shkon t'jap mësim në përfshatra që janë anashkaluar këtë çerek shekullit çlirimit, do të marrë bonus të mirë në pagën
për mësimdhënie në shkollat e atyre fshatrave të larta. Do të nisim programin e mësimit gjithditor me artin, sportin dhe mësimin digital në gjitha shkollat e vendit, do të ndajmë buxhet, do të krijojmë kushtet duke organizuar e përgatitur paraprakisht për mbajtjen, infrastrukturën dhe burimet njerëzore. Për fëmijët me nevojat veçanta, do ta kemi programin e zgjeruar të ndihmës në shkollë me logopedin, psikologun, aktivitetin sportiv dhe aktivitetet e veçanta rekreative. Për arsimin dual e profesional, do të krijojmë platformën me profilet e secilit diplomuar në arsimimin profesional dhe arsimin dual për qasjen tregun e punës. 10 profile të reja do të shtohen mësimin dual në përgjigje të kërkesave të industrisë, duke ju bashkangjitur atyre 16 profileve aktuale në të cilën tashmë ndodhen ose i kanë përfunduar gjithsej 2300 nxënësa. Në arsimin profesional do të vijoj forcimi me investime në mjete mësimore, marrëveshje me industrinë dhe fushat ku përgatiten nxënësit. Digitalizimi i certifikatave dhe materialeve shkollore dhe finalizimi i një platforme të centralizuar digitale për menaxhimin e shkollave, ditarëve dhe materialeve shkollore digitale janë hapat tonë të radhës. Klasat e mësimit do t'i pajisim me tabela të mençura, do të shtrim internetin brezgjër me shpejtësi të lartë edhe në 1000 institucione të arsimit parauniversitar së bashku me qasjen falas në internet. Do të mbështesim gjithnjë më shumë programet e kërkimit shkencor në universitetet publike, e në mandatin e ri, universitetet publike do të profilizohen si do të filloj planifikimi për buxhetimin e bazuar në vlerësim të performancës. Duhet ta dimë universitetet publike në Kosovë se për çfarë drejtimesh janë shumë të mira e për çfarë janë më të mira se sa universitetet e tjera. Në qendrën e studentëve të Universitetit Hasan Prishtina do të ndërtojmë një konvikt të ri dhe 3 salla të reja për bibliotekë universitare për brenda qendrës së studentëve. Çdo qytetar i yni, çdo qytetar i yni do të jetë i arsimuar e i edukuar, por për këtë na nevojitet edhe shëndeti i siguruar për njerëzit e vendit tonë. Prandaj secili do ta ketë mjekun familjar dhe do të jetë brenda regjistrit të kujdesit parsor shëndetësor. Prej vitit 3 fillon plani për kontrollin dhe mbikëqyrje shëndetësore për çdo qytetar. Brenda vitit, tash e tutje, secili e secila do të ketë një kontroll të plot mjekësor. Sistemi që njihet si check-up do të parandaloj, ndihmoj dhe mbështes çdo rrezik që na vjen nga problemet shëndetësore. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për sigurimet shëndetësore, që po ashtu ndodhet në sirtar të gjykatës kushtetuese, dhe pas kompletimit të sistemit informativ shëndetësor, hapet rruga drejt funksionalizimit përfundimtar të sistemit të sigurimeve shëndetësore. E në mandatin e ri do të decentralizojmë në tërësi shërbimet shëndetësore. Nga punët e para në këtë drejtim do të jetë shërbimet mjekësore onkologjike në të gjitha spitalet e përgjithshme. Kështu të sëmurët do të kursehen nga udhëtimi e mundimi, krahas tyre do të jenë edhe ato të dializës aty ku ende nuk jipen. Për këtë do të investojmë në çdo spital rajonal në pajisje, shërbime të reja dhe infrastrukturë moderne. Konkretisht do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovic dhe në Ferizaj. Poliklinikat të reja specialistike do t'i ndërtojmë në Drenas, Sharr, Viti, Rahovec e Leposavić, e kush dëshiron të ta shohë se si duken ato, shkonim Podujev e keni të përmbyllur. Gjithashtu do t'i hapim poliklinikat specialistike stomatologjike në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj dhe Podujev.
Do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik që mbulojnë të gjitha llojet e analizave me kosto të përballueshme. Dhe lista e rimbursueshme e bornave fillon për herë të parë duke mbështetur qytetarët për shpenzimet lidhur me bornat jashtëspitalore. Për listën esenciale të bornave do të sigurojmë shtimin e buxhetit deri në 100 milion euro, ndërkohë që e kemi gjetë më pak se çerekun e kësaj, vetëm 24 milion euro. Tashmë e kemi unifikuar çmimet e bornave në të gjithë territorin e vendit, pra me çmime po ashtu të përballueshme. Të dashur qytetar, mandatin që po e përfundojmë, fermerët e Kosovës i bëm më të mbështeturit në rajon dhe për këtë dëshmitar i kemi mbi 120.000 fermer bujqe blektor që përfituan mbi 300 milion euro grante e subvencione. Më e rëndësishmja është që subvencionet kanë shkuar të gjitha te fermerët dhe janë dalur abuzimet e shpërdorimet të cilat mbizotronin në të kaluarën. Me qeverinë tonë, subvencionimi për 1 hektar kulturë të drithrave grur është 474 euro, ndërkaq për 1 hektar me perime është 600 euro. Para ardhjes tonë në qeverisje, a dini sa shtalla të baktive i ka ndërtu shteti? Para ardhjes tonë në qeverisje, 0. Për 4 vjetë, 103 shtalla. Kanë përfitu prej 50.000 deri në 80.000 euro për shtallë, e ka edhe shtalla 100.000 euro nga shteti për blektorët tonë. Dhe jo vetëm kaq, para 5 viteve kur kam qenë fushat, çmimi i litrit qumshtit që blektorët tonë e qonin në vend grumbullim ka qenë vetëm 18 cent. Blektorët të mërzitur në fytyra e me lot në sy na thoshin veç gjyna se nuk këm hesap me hip në traktor e me e qumë vend grumbullim se shkojshin as mja umor. 18 cent litri. Dhe çfarë kemi bërë ne aso kohë? Ne thamë, le ta rrisim këtë si premtim tonin për 50%. Në vend të 18 cent litra e qumshtit blektorëve, ne do ta sigurojmë që do të shitet 27 cent. A e dini sa është sot? 54 cent. 2 fishi i premtimit ton, 3 fishi i gjendjes që e kemi gjetë para 5 vjetëve. Prandaj do të vazhdojmë edhe më tej, mandatin e ri për qëndrimi do të jetë te rritja e produktivitetit. Pra, jo vetëm rritja e prodhimit, por rritja e produktivitetit për brenda rritjes. Dhe gjithashtu të konkurrueshmërisë përmes mbështetjes së investimeve në teknologji e rrjetëzim të mbledhjes dhe shpërndarjes së produkteve bujqësore. E kemi subvencionuar aksizën e naftës dhe tash po bëhet e mundur nisja e skemës që siguron prodhimin bujqësor nga fatkeqësitë natyrore. Nuk ka për të pas më rënim të ekonomisë fermerit, as pritje për vlerësime, për dëmshpërblime, por sigurim të strukturuar për prodhimin bujqësor. Gjitha prodhimet e fermerëve tonë do të përkrahen po ashtu në standardizim, certifikim dhe shitje. Çdo prodhim i standardizuar e i certifikuar me treg të garantuar për shitje. Prodhimet tona të certifikuara do të jenë të mbrojtura me ligj në vend dhe në Bashkimin Evropian, do të hapim mundësinë për aplikim për grante gjatë gjithë vitit. Me këto fermeri nuk do ta ketë ngarkesën dhe stresin e përgatitjes së projekt aplikimit në kohë të shkurtë. Do të përgatitet mirë dhe në sektorin që ka përvojë dhe treg për shitje. Vëmendje shtesë do të ketë zgjatja e sezonës prodhuese, vlerës së prodhimit dhe aspektit shumë qëllimor. Do të kemi grante për fermer të papërkrahur, do të përkrahim fermat e fermerëve me grante të vogla për të bërë më rentabël, duke bashkëpunuar, standardizuar, grumbulluar, përpunuar dhe kontraktuar prodhimin me blerësin. Do të krijohet mundësia për aplikim për subvencione nga shtëpia online. Pas eliminimit të 10 dokumenteve, ditëve të humbura për aplikim për subvencione, që në vitin e 2 të mandatit ton,
pra në vitin 2027 do të krijohet mundësia për të aplikuar nga shtëpia. Kësi lloj secili e përcjell online e me telefon procesin nga aplikimi deri te pagesa e subvencionit. Karta e fermeri do të jetë me identitet dhe integritet të mbrojtur e sigurt në blerje të inputeve, marrje të këshillave, marrje të subvencioneve, çasjen financa dhe deri te shitja e prodhimit. Karta garanton që blerja e pesticideve, plehrave,